Fabiana, shikoj gjithmonë e më tepër një trend në rritje të vajzave të cilat janë edhe në paradoleshencë që mbulojnë fytyrën e tyre me produkte nga më të ndryshmet. Dhe më duket sikur lëkura është ende duke u formsuar në atë moshë, është ende e freskët. Ai dëmton përdorimi i shumë produkteve, ai dëmton atë lëkurë të një vajze e cila është e re në moshë, e cila ende nuk është si thua në moshën kur duhet të përdor produkte vërtet kozmetike. Atëherë un kam parë në pacientët e mia, pra mamat që vinë me vajzat e vogla që 9 apo 10 vjeç kërkojnë që t'i jap një krem për vajzën. Është e gabuar, për mua deri të paktën në moshën 15 vjeç që fillon adoleshenca nuk ka nevojë për asnjë larës apo për asnjë krem që e jo më për rutinë. E jo më për rutinë. Në adoleshencë, në qoftë se kemi të bëjmë që fillon mosha 14-15 vjeç, ka disa për fat të keq fillojnë ato hormone dhe lëkura fillon ndoshta të shfaqë disa puçra të para apo disa komedone të para, patjetër duhet përdorur diçka por gjithmonë me këshillimin e mjekut. Jo duke vendosur shtres pas shtrese, si pasojë e trendeve sociale apo rrjeteve sociale apo si pasojë e këshillimit të shoqeve.